Futbolli është një sport i luajtur në grup dhe çdo pjesë e ekipit duhet të funksionojë në harmoni dhe pa probleme në çdo nivel që të ketë sukses. Dhe klubet me hyje të mëdhenj shpesh hasin probleme. E tillë është situata këto kohë te Borussia e Dortmundit, ku ylli i tyre kryesor Karim Adeyemi po bëhet një barë gjithnjë më e madhe për ekipin verdezi. Adeyemi është i pakënaqur që klubi nuk e shiti atë këtë verë gjatë afatit kalimtar dhe aktualisht po përpiqet të ushtrojë presion mbi bordin që ta bëj këtë në janar, dhe për sjelljen e tij tani do të ndëshkohet. Më konkretisht, Adeyemi u zvendësua në minutën e 60 në fitoren e Dortmundit ndaj Mönchengladbach në Kupën e Gjermanisë, dhe për shkak të kësaj, ai ishte dukshëm i frustruar, kështu që vendosi të mos i përshëndeste shokët e ekipit, por të shkonte direkt në dhomën e zhveshjes. Për këtë, milionerët do ta ndëshkojnë, gjë që u konfirmua nga drejtori sportiv Sebastian Kehl. Zvendësimi i tij ishte plotësisht i justifikuar. Ai nuk luajti mirë dhe do të ndëshkohet për sjelljen e tij. Sigurisht që kemi tema për të folur pas gjithë kësaj. Nuk më pëlqeu reagimi i Adeyemit, ashtu si edhe trajnerit dhe shokëve të ekipit, ka thënë Kehl. Adeyemi sa kaq dëshiron që të transferohet në Ligën Premier, ku disa klube e duan atë, por Dortmundi nuk e lejoi të bënte një transferim këtë verë. Kontrata e Adeyemit skadon në verën e vitit 2027, kështu që Dortmundi ka të ngjarë që të detyrohet ta shes atë për të shmangur një situatë në të cilën lojtari i kombëtares gjermane do të largohej nga klubi falas, ndërkohë që vetë lojtari pak ditë më parë i kërkoi klubit largimin, duke u justifikuar me kërkesën që i ka bërë dashura e tij, këngëtarja kosovare Loredana, që sipas tij kërkon të jetojë në një qytet tjetër të madh evropian.